Ervin Saljani prek me fjalën për Grida Dumën, pjesa më e rëndësishme imja. I ftuar në një emision, deputeti Ervin Saljani ka folur pa filtra mbi kohën e kaluar në burg, aktualitetin në vend si dhe për dashurinë e tij të jetës, Grida Dumën. Gjatë intervistës, Saljani u pyet se si ndihet një burr që ka pranë vetes një grua që është konsideruar prej kohësh një figurë model në skenën publike shqiptare, si në politikë ashtu edhe tani në televizion. Mes ndjeshmërisë dhe krenarisë ai u shpreh: "Është shumë fat, pa diskutim. Është pjesë e krenarisë, por edhe e botë kuptimit dhe e ndërtimit të gjithë asaj që unë jam. Siç e keni parë, e kam mbajtur aspektin personal përgjithsisht kufizuar në diskutimet publike, por pa diskutim që është pjesë e rëndësishme, pjesa më e rëndësishme imja", u shpreh Saljani. Në studio, Saljani la të kuptohet qartë se marrëdhënia me Dumën është jo vetëm një lidhje dashurie, por edhe një bashkëpunim në vlera, vizion dhe mbështetje reciproke.